Jemi këtu me moderatore, me gazetaren e mirënjohur, me personazhin aq të dashur për të gjithë publikun shqiptar, me Genta Kopën. Jemi pikërisht tek grupi i dytë i pyetjeve që kanë të bëjnë me Gentën në televizionet private. Gjithçka ndryshon, besoj, nga televizionet publike. Cilat janë gjërat që të kanë bërë më shumë përshtypje në momentet e para që ke ikur nga televizioni publik në televizionin privat? Unë si natyrë jam formuar që të ndjek një linjë dhe t'i përmbahem kësaj linje, kudo që të shkoj. Tani mos themi që ndodhi në një përmbysje shumë e madhe. Domethënë, unë Kozeta nuk është se ju shmanga stilit që kisha filluar të krijoja. Unë thjesht përpiqesha të bëja hapa për të ecur përpara, të cilat vit pas viti po më çonin drejt një rruge që edhe mund të mos e kisha menduar që do ta ndiqja deri në fund, sepse shumë njerëz kishin dilema atëherë, të vazhdojnë televizion apo të ndjek diçka tjetër. Sepse dhe unë kisha ato aftësitë e mia, parallelisht me shkollën mund të ndiqja edhe një gjë tjetër. Por ndoqja televizionin. Dhe menduar kështu, thon kështu, atëherë unë do bëja gjithçka që ishte mundur që të filloja të bëja hapa për të rritur, pra, për të bërë diçka më shumë. Nëse unë flas pra që nga TVSH-ja vajta në TV Klan, e para që në momentin e parë, ata më ofruan mua emisionet e pasdites. Mbaj mend ka qenë ora 3, por edhe me Mirelën dubloheshin për orën 7:30 edhe domethënë unë fillova të ekspozohem në orarët e edicioneve kryesore dhe të rëndësishme. Gjë e cila nuk kishte ndodhur më parë në TVSH. Dhe ky lloj ekspozimi natyrisht që është një rritje e menjëhershme, domethënë dhe ti e shikon ndryshe, e merr shumë seriozisht dhe punën dhe kjo është kryesore. Pra mua u besua më shumë, po pata më shumë motivim, kushtet ishin më të mira në atë kohë, mund të them, si financiare ashtu edhe një lloj përkujdesje në ato vite ishte pak më e madhe, mund të them për figurën në ekran. Televizionet private që donin të krijonin logon e tyre, emrin e tyre dhe kuronin shumë, jashtëzakonisht shumë figurën që do dilte. I kishin dhe mjetet me sa duket dhe i dhanë shumë rëndësi dhe kjo gjë koincidoi me këtë lëvizje time, e cila u përkthye edhe tek unë në një hap përpara. Të punosh po ashtu me një piktor grimjor si Dashamir Turku, me të cilin unë menjëherë u lidha shumë kur vajta në televizionin Klan dhe është e rëndësishme se që tek ai, i cili ishte një profesionist i vjetër i kinostudios, që tek ai takimi me të ti shkon dhe mëson rregullat e gjës, mëson se si duhet të godasësh me pamjen tënde, se më kujtohen leksionet e Dashit që duhet patjetër të godasësh, të dalësh dhe të kuptohet që ke dalë. Domethënë ti duhet të kesh peshën tënde dhe këtë peshë fal Dashamir Turkut unë e kapa me njerë. Kapa me njerë dhe fillova të kuptoj gjithnjë më shumë se si duhet bërë dhe ku unë isha. Por gjithsesi unë ju përmbajta formimit tradicional timit dhe pak konservatore, nuk është se unë bëra lëvizje shumë të mëdha. I qëndrova linjës klasike mendoj. Genta që ishte, po. Po, mendoj që unë aty ndihesha dhe nuk e kisha qëllim në vetvete që të përdor lloj-lloj, domethënë trukesh apo manierash siç quhen në pjesën e performancës televizive për të rënë në sy. Nuk ishte një qëllim aq i madh. Doja që çdo gjë të vinte natyrshëm, ose të paktën kështu unë ndjeja. Kjo ndoshta të bëri që ti jesh kaq i gjatë në ekran. Nuk e di, domethënë, edhe mund të guxosh etj, por kanë qenë gjithmonë paralel. Kam dashur të jem shumë e sigurt atëherë kur kam guxuar të bëj gjëra. Dhe kjo ka ndodhur më pas sidomos, kur kam qenë në Top Channel më pas, domethënë përderisa lindi ambicia për të bërë gjëra jashtë studios, paralelisht me lajmet, duke ruajtur regjimin. Kështu që më duket pati një ndërprerje nga Klani tek Top Channel. Ishte koha kur unë isha lidhur me Florin, bashkëshortin, dhe ishte një ide që mund të qëndronim edhe jashtë Shqipërisë. Kështu që e provuam dhe ne këtë gjë dhe menjëherë mbas një viti që kam punuar në Klan, ne rregulluam si thua atë statusin për të qëndruar në Austri. Shkuam në Austri dhe kemi ndjetur gati 2 vjet. Një periudhë ku sigurisht që do kem reflektuar akoma dhe kam kuptuar nga ana tjetër që kur kthehesh, pse jo, televizioni është i bukur, kjo është një fushë e bukur që më tërheq etj. Pavarësisht se edhe kur isha atje unë nuk përpoqja ajo tek OSBE-ja ose kështu të krijoja kontakte që mund të më lidhin me televizionin për ta rigjetur veten, edhe pse nuk ishte lehtë. Por natyrisht atje përfitova
kontakte gjëra, përfitova mundësinë për të mësuar gjuhën, përfitova Shërbeu Austria. Po, shërbeu Austria, sepse unë pata mundësinë që e para të shkoja në Universitetin e Vienës për kurset e gjuhës. Domethënë e pata këtë mundësi dhe kontakte me një kulturë tjetër. Shërbeu jashtëzakonisht shumë dhe në pjesën e një rritje qytetare, le të themi. Kuptoja diferencën e madhe që kishte midis një vendi të mirëfilltazi europian në kuptimin e zbatimit të ligjeve, në kuptimin e funksionimit të shoqërisë, në kuptimin e emancipimit, e shumë gjërave tjera dhe mbaj mend që isha shumë e kënaqur në fakt që isha atje edhe pse në rrethana dhe kushte, domethënë që sido që të jetë nuk janë si ata që kanë lindur dhe janë rritur atje. Por për të thënë që kjo shkëputje ndodhi në televizion, por unë riktheva dhe me sa duket ishte lënë ajo shija e mirë dhe menjëherë unë e pata derën e hapur në disa televizione. Atëherë ishte krijuar Top Channel dhe unë vendosa që për atë kohë të shkoja në Top Channel. Ka qenë Andi Betja, i cili ishte shumë dashamirës dhe menjëherë më ftoi, isha shumë e gëzuar që takova Andin, sepse e vlerësoja që nga fakulteti që kisha parë në brezin e një grupi djemsh të cilët i simpatizoja për dijet e tyre, për letërsinë, për spikatje që kishin bërë edhe në televizion atë kohë. Kështu që isha shumë e kënaqur që të rifilloja dhe kjo ndodhi dhe atëherë fillova tek Top Channel. Ka qenë fundi i 2002 ose të themi korrekt 2002, gati 17 vjet tani. Në këtë kohë gati 17 vjet. Je shumë ndonjëherë për të ikur nga Top Channel? Po ka qenë shumë intensive gjithë kjo periudhë, ka qenë jashtëzakonisht shumë intensive dhe në kërkesa që ti kishe. Nuk ka qenë asnjë ditë gjumë. Domethënë, çdo dalje në ekran ishte e shoqëruar me atë si dola. Sa mirë e bëra dhe sa mirë do e bëj nesër, nuk ishte asnjë rutinë. Pra ishim të ekspozuar në sytë e një publiku që ndiqte shumë Top Channel dhe priste shumë, kishte pritshmëri të madhe nga Top Channel. Dhe vetë personi, unë mbaj mend që shikoja vetëm gjithmonë në sy kritik dhe kisha pritshmëri të mëdha, doja që të shfaqesha gjithnjë më mirë dhe që aq më shumë, domethënë që kjo gjë nuk ka na shkaloj atje performanca e ditës. Ne kishim sy shumë vigjilent, mjafton në sytë e krijuesit të Top Channel dhe kjo gjë ishte një motivam i madh brenda nesh për të dhënë maksimumin tonë. Sepse ndodhi një gjë që Dritan Hoxha, tani Topit, nxori më të mirën nga ne. Nxori më të mirën që ishte brenda nesh. Dhe ai gjithmonë do ta nxirrte dhe do ta kërkonte këtë gjë, edhe po të kishte jetuar ashtu siç do duhej më gjatë, por kështu ishte e thënë. Por mbaj mend që pikërisht ky ritmi i Topit ishte shumë i fortë. Dhe dëshira, siç thash, për ta kontrolluar veten dhe për të qenë patjetër nesër më mirë se dje. Po midis moderimit dhe gazetarisë. Kjo pasaj është gjëja shumë e bukur që pati, unë kisha dhënë shenja, sepse dhe në TVSH unë pata bërë dhe në Departamentin Social Ekonomik disa bashkëpunime. Pra kisha dhënë shenja që nuk diskutohet që unë do futem edhe në realizim produksionit të mirëfillt, gazetaresk, reportazh ose diçka interviste, kisha shumë qejf. Kështu që bashkë me lajmet fillova mbaj mend mbaj mend që bëra edhe një shkëputje edhe nga Top Channel një vit, sepse arrita të fitoj një bursë në Vjenë për të kualifikuar tashmë për një master për gazetari dhe televizion. Di që pikërisht nga që ambicjet në Top ishin shumë të mëdha dhe më shoqëronin vazhdimisht, unë për fat mirë kisha predispozitën që së pari të kërkoja nga vetja. Do të thotë që unë të bëja një herë timen, pastaj se si vinin gjërat ishte tjetër gjë. Dhe duke qenë se një master në televizion i bërë në një vend europian, gjithmonë është diçka e mirë, atëherë unë ndërmora këtë hap. Nuk diskutohet dhe unë i thash do iki. Dhe ka qenë domosdoshme. Ashtu dhe them që ishte shumë mirë në fakt, sepse ti i konsolidon dijet e tua, por dhe jo certifikon, po si ta themi i konfirmon. I konfirmon atë që ke mësuar në terren, por shton dhe eksperjenca të tjera. Dhe nganjëherë dëgjon dhe po të njëjtat gjëra, por ti të bën shumë mirë që ti dëgjon të njëjtat gjëra, sepse ti kupton që ku po ecën dhe çfarë ke bërë mirë dhe çfarë është më mirë ta ndryshosh. Pastaj të tjera, të është një televizion është një botë pafund, ti mund të eksperimentosh dhe mund të bësh çfarë do lloj gjëje dhe asnjëherë gjithmonë ka punë për të bërë dhe gjithmonë nëse do ti mund të bësh diçka që mund të jesh diçka në evolim pra. Pra masteri ka qenë besoj më shumë efektual pikërisht sepse e ke bërë pas terrenit.
Pra ke ditur se kjo ku. ishte e ndjeshme madje edhe tek austriakët që kisha në klasë. Dhe mbaj mend, domethënë që ajo çfarë kisha mësuar në praktik ishte e jashtëzakonshme, sepse e vija re dhe atje, domethënë e vija re. Është një lloj superioriteti që të ka dhënë, besoj. Po, ishte superioritet në krahasim me mangësitë të tjera, të cilat unë vija re që në formimin e përgjithshëm ata ishin shumë mirë. Ishin më mirë dhe sidomos në atë pjesë ku masteri ishte i orientuar për një formim të cilin për shembull në fakultet në ato vite që ndoqja unë edhe mund të ishte anashkaluar. Si thua lëvizjet europiane, Europa moderne e pas viteve 50, aty shihe me një këndvështrim tjetër, koncepte si ndryshimet e mëdha, vitet 68, ne e kemi mësuar ndryshe, atje e mësoja ndryshe. Por edhe për qëndrimin në konfliktet e kohës, siç ishte konceptuar masteri me profesor të fushës që jepnin si në agjensinë telegrafike austriake, si në gazeta të mëdha të shtypit austriak, si në institucione të rëndësishme të medias atje, hapën vizionin dhe horizontin dhe për të kuptuar dhe se si duhet të jesh vigjilent dhe të ndjekësh aktualitetin dhe se si duhet të përfshihesh në ushtrimin e profesionit përmes ngjarjeve që ndodhin. Kente sa ambicioze je sa i përket gazetarisë? Po, kjo u duk kozeta për të thënë vërtetën, sidomos në Top Channel, mbasi jam kthyer nga masteri, filloi menjëherë dëshira, mbaj mend ka qenë lufta në Irak, u bëra disa speciale, u shfaqja, u mirëpritën shumë, rubrika si thua të përkohshme krahas lajmeve. Dhe mbaj mend që unë e bëra këtë gjë atëherë. Me iniciativë apo ishte detyrim? Jo, me iniciativën time por u mirëprit shumë atëherë nga Andi Betja dhe Tani. Dhe mora vlerësime shumë pozitive dhe mbas asaj madje, sidomos edhe në angazhimin në zgjedhje që na bën disave prej nesh që e donim, dhe kishim filluar të shfaqnim shenja që krahas studios ne duam të punojmë dhe të rrisim autoritetin tonë në ekran edhe duke bërë punë të kësaj natyre, por derisa ishim kualifikuar për këtë dhe s'kishim pse mos ta bënim. Gjithë puna ishte të dilte koha, a mundje ti, a lodhesh apo nuk lodhesh, sepse kërkon goxha impenjim. Kështu që kjo aty doli dhe unë them që angazhimi me zgjedhjet disa herë që kanë qenë atëherë, për raportimet nga tereni, angazhimi me intervista dhe në studio her pas here, pastaj edhe lidhje, ishin si thua mjaftueshëm për të thënë që po, kjo është një kombinim fantastik, domethënë studio me terenin dhe sidomos cikli ekskluziv i mbështetur fort nga Sokol Balla, nga nuk e di sa ta kanë thënë që rri aq mirë në dokumentare, ke një përputhje, një ngjitje me dokumentaret. Po, më vjen shumë mirë kozeta, them të drejtën, jo pak njerëz, po, ma thonë dhe sidomos njerëz i vlerësoj shumë. Them që dhe aty domethënë fillimet kanë qenë të tjera dhe pastaj me kalimin e kohës vërtet po ngjiti, sepse tashmë bëri të vetën dhe pjesa e masterit në Vjenë dhe pjesa e pjesës që unë kisha mësuar atje se si punohet me zgjerimin e një teme, me backgroundin, me personazhet. Pra, të gjitha këto ishte momenti i dur, ishte pjekuria e dur për të nxjerrë produkte relativisht të mira dhe më vjen mirë që e dëgjoj këtë, po më beso që çdo herë që un kam një ekskluziv, jam gjithmonë në një proces krijimtarie, sepse është fat në fakt që ta kesh gjithë produksionin vetë në dorë dhe ta bësh vetë bashkë me kameramanin, domethënë dhe ta ideosh, ta nxjerrësh deri në fund, të gjesh sheshet e xhirimit, personazhet, ta kompletosh temën mjaftueshëm dhe të shkosh deri tek skenari final, mënyra si do sjellësh tash është shumë e bukur dhe gjithmonë është të mbanë një adrenalinë e dobishme për televizionin, e cila duhet të jetë. Se në fund të nxjerr produktin tënd dhe nuk ka gjë më të bukur se të nxjerrësh produktin tënd. Po, domethënë tani mund të jenë bërë dhe të them që në arkiv mund të jenë dhe 100 ekskluziv, pra nuk është pak. Është një investim i madh në këtë drejtim dhe pata fatin të bashkëpunoja edhe me digital për dokumentar paralelisht me lajmet në ca vite më parë dhe ishin dokumentar të mirëfillt historik dhe ja ku doli dhe pjesa e formimit tim që ata kishin pasur të drejtë një formim në shkencat histori filologji të bën shumë mirë për televizionin dhe doli menjëherë dhe kjo tjetra, do të thënë që një formim i cili më hyri shumë në punë për të realizuar tema që duhet të shikosh nga disa këndvështrime, po edhe të shfletosh libra dhe të realizosh skenar të natyrës dokumentareske, natyrës dokumentarit historik, pastaj është një ambicie që kërkon punë, po që mua më përshtat pastaj edhe kjo.